Rreshtet e dendura të shiut që kanë përfshirë veriun e vendit gjatë ditëve të fundit kanë sjellë një rritje të ndjeshme të prureve në kaskadën e Drinit, duke vënë në lëvizje mekanizmat e menaxhimit të situatës në hidrocentralin e Thjerëzës, ku kanë nisur edhe shkarkimet e kontrolluar me rreth 1000 metër kub ujë në sekond si masë parandaluese për të ruajtur sigurinë e digës dhe për të balancuar nivelin e liçenit. Aktualisht niveli i ujit në liçenin e Thjerëzës ndodhet në kuotën e 295 metër, vetëm 1 metër larg nivelit maksimal të lejuar prej 296 metrash. Kjo kuotë konsiderohet kritike në aspektin teknik të menaxhimit të rezervuarit, pasi çdo rritje e mëtejshme e prureve nga rreshtet apo nga degët përbërëse të Drinit do të kërkonte ndërhyrje të menjëhershme përmes shtimit të shkarkimeve. Burime nga Heci Thjerëzës bëjnë me dije se pruret hyrëse kanë arritur deri në mbi 500 metër kub në sekond, si pasojë e rreshjeve intensive në zonat malore të Kukësit, Hasit dhe Tropojës dhe më gjerë në pellgun ujëmbledhës. Në të njëjtën kohë, hidrocentrali më i madh në vend po operon me kapacitet maksimal në prodhimin e energjisë elektrike, duke shfrytzuar plotësisht potencialin e krijuar nga situata hidrologjike. Shkarkimet po kryhen në mënyrë të kontrolluar dhe të koordinuar me operatorët e kaskadës për të shmangur ndikime të menjëhershme në zonat të përgjatë shtratit të lumit të Drin. Monitorimi i nivelit të ujit dhe i parashikimeve meteorologjike vijon në kohë reale, ndërsa strukturat përgjegjëse janë në gatishmëri për çdo skenar të mundshëm në varësi të zhvillimit të motit në ditët në vijim. Situata, megjithëse nën kontroll, mbetet dinamike. Rreshtet e vazhdueshme mund të ndikojnë drejt për drejt në ritmin e prureve, duke e bërë të domosdoshëm menaxhimin e kujdesshëm të rezervuarit, jo vetëm për garantimin e prodhimit energjetik, por mbi të gjitha për sigurinë e infrastrukturës dhe komuniteteve përreth.